mëkati i Kamit kalon te Kanani, pasojat e këtij mëkati kalojnë tek bijët e bijve të Kananit, dhe të gjithë popujt që vijnë nga linja e gjakut të Kamit dhe Kananit populluan pikërisht lindjen e mesme ku ka konflikte sot, deri tek qytetet e njohura në histori si Sodoma dhe Gomorra. Imagjino, është e frikshme të imagjinosh, për shkak të mëkatit të Kamit, i cili zbuloi lakurisinë e babait të tij, njëra vite më vonë, ndërtohet një qytetërim në linjën e gjakut të Kamit, që jipet tërësisht një jetë hedoniste, shturje, korrupsioni moral, degenerimi i gjithkashëm, korrupsioni shpirtëror, idhuj dhe zotat që mund të imagjinoni nga të gjitha anët, këta njerëz i adhuronin dhe i nderonin, derisa në fund pasaj Zoti derdhi gjykimin e tij nga qielli dhe i shkatroi këto qytete.